Ndërë deputet, që dim pro pas dëmtimit të urës nga vërshimet, Ministria me njerë ka realizuar një vizit në vend ngjarje, morë parasysh dëmin e madh që shkaktu, dhe pas kësaj kemi kërku kompanisë projektuese përgatitin një ekspertize për gjendjen e urës. So për informacion, kjo urë është lokale, pra është në rrugë lokale dhe nuk është përgjegjësia e ministrisë, megjithatë morë parasysh dëmin e madh dhe rrezikun që paraqet për banorët, ne kemi angazhuar një kompani për me dol me bo analizën e urës edhe me bo një raport. Ne kemi pranuar këtë raport, edhe ky raport ka konstatuar që ura ka te kalu jetëgjatësinë e vet. Pro, sot nuk e përballon kalimin e automjeteve të rënda. Për këtë arsye si ministri kemi vendosur sinjalizimin për devijimin e trafikut dhe kjo gjithmonë si mos e përkohshme. Kurse në plan afat gjatë, nevojitet ndërtimi i urës së re dhe për këtë do të komunikohet me komunën nëse e kanë projektin e gatshëm. Nëse komuna nuk e ka projektin e përgatitur, atëherë ne do të pyesim nëse e kanë ndonjë operator që realizon projektim të urave, për shkak se komunat nganjëherë kanë kontroll korniz për realizimin e projekteve për ndërtime statike. Nëse komuna nuk e ka një të tillë, atëherë do ta shohim mundësim ti ndihmojmë në projektim. Dhe këtë nuk e kemi vetëm në Mitrovicën e Veriut, e kemi edhe në komuna tjera. So e përket financimit, fillimisht gjithashtu duhet me komuniku me komunën për me po nëse ka fundet mjaftueshme për realizimin e projektit, për shkak se siç e përmenda në fillim ura është në rrugë komunale. Morë parasysh që edhe komunat kanë fonde për investime kapitale, do duhet ta kishin parasysh një kod buxhetor edhe për intervenime urgjente siç është çështja e urës sot. Varësisht për përgjigjes nga komuna, pastaj do të shohim mundësinë e financimit. Por këtë komunikim unë e kam adresuar te stafi kabinetit dhe do t'ja dërgojnë gjitha këto komunikime komunës dhe pastaj do të shohim për mundësinë edhe për projektimin edhe për financimin. Faleminderit.